350 familje. Sot ka ngelu 50 familje. Me shumë popullatës ka ikur. Ka ikur. Pse kanë ikur? Ekonomia, arsye ekonomia. Të rinjë kanë ikur, qa do bëjnë këtu? Moshe 3, pensionistat. Juve sa vete për një familje? Unë 3 veta. Keti në emigracion jesh, në emigracion? Ata që janë të ndarë, janë me mua. Ke? Kam. Ashu janë kalableku madhë, po janë të ndarë, themë. Unë në shpi 3 veta, burre, grua, ka me i qunë, beqar, s'ka snuse me të shi. Nuk vi me qupan të fshat. Pse që ka kënë? A, se di. Ato e din. Në zdim gje. Qyroqar. Kurse këte ne ndajme me Lorin. Që më tanë. Shati ju e sot? Rushdije. Si është shati? Fshati kemi qenë shumë, ta dish. Kemi qenë mi 300-400 shpi. Ta që kemi ngelu 7 shpi. Njes, jemi 2 në çdo familje në 2. S'ka me, të tërë familja ka shkuar jashtë. Unë e gruja vetëm, edhe ati ma tanë këshu. 3, një djale dhe vajza. E qa, ajo dole në pension në edhe me lekë. Ta hapi qikë. Unë dole me 22 vjetë, dole me 180.000 lekë. E qush, një institut nafës, me drejtor, Bekir Alin. Po, s'ka punë në bërë, s'ka, do që ki vestim, bujësia. Ja, kam unë pak vesht, sa kanë shumë vesht, po do që ki vestime, se përballon do të. Është fshat me perspektivë, fshat me prodhim. Nuk ka pasur shkollë, nuk ka pasur ujë, s'ka pasur rrugë. Për kur jetë më mirë, janë fëmijë donë me shkollë. Ngele fëmijët në shtëpi, mirë ne, mosha jonë, po gjuna të lezat e pa shkollë sot, gjuna. Na jo, njerëzit kanë ikur, janë largon e emigrim, për një jetë më të mirë. Rikne, shishin ekonomi, gjejnë ekonominë më të mirë. Kënë të hamë, pinë, mirë, më ratë, gjenë hatë në tyre. Tani këtu fshati ishte i braktisur? Jo, ka. Ka njerës? Ka. Sa familje ka? Di unë sa familje janë, për ka.